Misht Prizmus. Mbërëm ishte një fitore spektakolare, ishte një mrekulli, jo vetëm e një patriotizmi, sepse loja ka dy element që shkojnë paralel. Ka lojën, aspektin teknik, taktik, fizik të lojës, dhe sigurisht kombëtarët kanë edhe aspektin patriotik, nacionalist, sovranist, quheni sa të doni, si të keni qef, trajtojeni si të doni, por shoqërohet. E sidomos në rastin e dy kombëtarëve të tilla që është kombëtarja e Serbisë dhe kombëtarja e Shqipërisë, për arsye historike dhe historike të ardhmë, që përcaktojnë kombet edhe shtetet, por që kanë shkuar në tragjike në mes, përbën pastaj edhe faktin i cili na bën gjithmonë të mos dallojnë mirë kush është loja dhe kush është betejë. Në të vërtetë shpeshherë kam shpjeguar, po luhet futboll midis nesër dhe Serbisë. Nesër nuk e di, mund t'i takojnë, megjithëse përpiqen që mos t'i takohen neshet midis Serbisë dhe Kosovës, sepse sigurisht Serbia nuk do luante kurrë, nuk do ja njihte kurrë si shtet. Po nuk do të ishte as nesër, do ishte betejë. Po kështu është edhe me ne, pavarësisht se ne jemi si të them më të zbutur, por ama gjaku para 20 vjetësh, 20 e sa vjetësh dhe marrëdhëniet e tanishme janë shumë të ndikuara nga ky gjak, nga një gjenocid. Dhe sigurisht kjo është ngarkesë e madhe nacionaliste, e cila nganjëherë prish lojën, por kësaj rare kombëtarja jon u tregua jashtëzakonisht profesioniste, ajo bëri lojën. Sigurisht që Serbia nuk ishte një ekip i mirë, është rrahur 15-0 nga anglezët, dhe unë nuk ma mërmene që anglezët na vinë në rajnë e 15-0 këtu. Jo se nuk janë të mirë, anglezët janë shumë të mirë, por nuk kanë fuqi me lojës, asne nuk jemi kaq shumë për tokë, sa të rrifemi 15-0 nga britanikët. Gjithsesi, loja është lojë, edhe por serbët ishin dobët, dhe ky ishte momenti më i mirë. Dhe në Tiranë humbëm kohë, sepse po Rej Manaj ka humbur penaltin, domethënë teorikisht do të ishin me fitore këtu dhe atje. Por atje u bë një ndeshje e cila sigurisht para një Serbie e cila nuk mund të thuhet se nuk ishte mobilizuar. Ishte, po aq takat kishin. Nuk ishte ekip më i mirë se sa ne. Përkundazi në sektorin e driblimit ose në sektorin e anës teknike ne ishim shumë më mirë se serbët, është kot. Themi, po ishin fizikisht edhe më të gjatë se sa ne. Po nuk u bën fajde kjo punë, sepse sigurisht ne nuk ishim ekip fizik kaq i dobët, pavarësisht se unë kam mendimin që fizikisht serbët ishin më mirë se sa ne. Por kjo nuk do të thotë që ne ishim më keq se serbët, përkundazi ne kishim elemente atje që janë më të mirë se sa serbët. Serbët sipas meje nuk kishin një hysaj atje, ju mungonte, nuk e kishin një inteligjent tillë. Bilas nuk kishin as Gjimshidin, nuk kishin as Strakoshën. Pavarësisht se portieri mirë më dukte, po jo në nivelin e një djalit babait, të vërtet. Edhe si të tash një profesionisti. S'kishin. Kot tash i themi, nuk kishin, nuk e kanë imitaj ata. Se kanë. Edhe cop nuk kanë një Rumujaxhi përfitues si Rej Manaj, nuk e kanë pra, se kanë, nuk e kanë, ai zgjidh problemin. Manaj duhet me e marrë me të mirë, sepse është një moment që ai zgjidh problemin. Gjithsesi, pastaj, mas fitores së skuadrës, na lejohet gjithçka. Edhe gëzimi ishte i madh në Prishtinë, gëzimi i madh në gjithë Kosovën, gëzimi i madh në Tiranë, në gjithë Shqipërinë, absolutisht. Ku i shkuan ato fjalët e famshme që shanin shqiptari, vriteni shqiptarin, vriteni. Serbia, Kosova, Serbia, kishim marrë zhira, shkot në sikot. Ku shkuan? A di ku shkuan? Edhe këtë tash duhet më shpjegu vëllezërve kosovar. Ku shkuan? Në gropa les shkuan. Urran apo s'urran? Pa pra, kjo Shqipëria që nga herë dhe e shajnë në portalet e Kosovës, kjo Shqipëria e Vučićit, e Serbijës, ku diun, kjo pra ishte ajo që të bën krenar, është atje. Çon flamurin shqiptar.
Fillon çon flamurin shqiptar, kënohet edhe hymni, ata mund të fëshllejnë sa dush, po ama fitoria është që e vendos në fund krejt se kush është ai kom që ka fituar ndeshjen. Dhe loja është lojë, është e hapur. Është e hapur. Dakord, miqtë e mi. Kjo është kombëtarja e Shqipërisë, kjo është Shqipëria. Dhe kjo është shqiptaria, e na gëzon të gjithëve pastaj. Këtu bashkohemi të gjithë, edhe pse jemi politikisht të ndarë në mënyrë absurde, si shqiptar idiot që jemi. Urrejmë njëri tjetrin më keq se sa urrejmë me krahasojmë me Serbin. Gjysma e Kosovës është me Serbinë, gjysma akuzon gjysmën tjetër. Bile edhe këtu në Shqipëri, megjithëse nuk e rrujnë fort, nuk e çanë fort, bëjnë ka herë, jo me Serbin, jo me këtë, veçiçin, e vllai këtij, e vllai. Ku shkon këto fjalë? Ku shkojnë këto fjalë? E më fjalë idiotësh. Është ajo krenari që mbetet, pastaj është ai flamuri, është ajo fitore. Dakord, rrof Shqipëria. Rrof Shqipëria e gjitha. Me të gjitha absolutisht trevat e saj. Me të gjitha lullëzimet e saja, lullet mëdha siç janë, nuk e di si t'ja shpjegoj tash, siç është Vllabëria, siç është Kosova, siç është Çamëria. Siç janë viset në Malëzi, siç janë ato në Maqedoni e tjerë. Dakord, miqtë e mi.